do të vjojmë diskutimin në studio, më është bashkuar në studio pedagogu dhe aktivist pranë lëvizjes Bashk, Ortion Faciro, përshëndetje mirë se erdhët. Mirë se u gjetë Arman. Kresin, ndërsa kam gjithashtu në studio ish kandidatin për kreun e PD-s, por tani më në gjendje të bëj analiza të mirëfillta politike, Bujar Albani, përshëndetje mirë se erdhët. Shumë faleminderit. Teksa diskutimi do të fokusohet më së tepër edhe tek zhvillimi kryesor i ditëve të fundit, që është edhe protesta. Ortion, po e nis me ju, duket që keni patur një prezencë nga momenti i protestës së parë të bërë në Zvërnec, e më pas dite, duke shtuar edhe më tepër ritmin edhe prezencën e qytetarëve, vijoni të jeni ende sot. Edhe pse duhet thënë që me shumë sulme dhe akuza. Është protesta juaj apo nuk është e juaja? Para se të fillojmë flasim për protestën, Ermal më lejo të jap një ngushëllim vërtet njerëzor dhe të thellë për efektivin e rënë sot në krye të detyres. Ai nuk është gjë tjetër veçse një shërbëtor i atdheut dhe i shtetit, për Enea Karakat, për Enea Mekollin, më falni, dhe për ta ngushëlluar familjen me sa mundemi të paktën njerëzisht. Thënë kjo, për sa i përket protestës, unë do të thoja që ne nuk duhet jemi naiv dhe të mendojmë që protesta është thjesht një protest mjedisore, siç po përpiqet ta bëj e gjithë klasa e vjetër politike. Ne duhet kuptojmë që kjo protest nuk është gjë tjetër vetëse rezultati i pikës së ujit që derdhi gotën. Kjo pikë e ujit ishte Zvërneci, pra ajo çfarë ndodhi në Zvërnec, dhe ishte, si thua edhe, shfaqja më e bukur e demokracisë në Shqipëri. Mund të them është shfaqja më e bukur mbas viteve 90. Ajo shfaqje e cila u tjetërsua për 35 vjet, vullneti i studentëve në vitet 90-ta u tjetërsua për 35 vjet duke krijuar një klasë politike që për 35 vjet nuk dinti të zhvillonte Shqipërinë në mënyrën e duhur, por diti ta shfrytëzonte atë për interesat e tyre personale dhe për pasurimin e klikave individuale të disa personave të caktuar, që ishin jo vetëm qeveritë e radhës, por ishin dhe një grup persona që bashkëpunuan me këto qeveri për të pasuruar për veten e tyre. Thënë kjo, unë mendoj fort se protesta tashmë është e pakëthyeshme, unë mendoj fort se protesta është e patjetërsueshme dhe unë si një pjesëmarrës i thjesht i protestës. Thjesht si një person, si një individ, qytetari i këtij vendi, ku marr pjesë në atë protestë sepse ndaj disa ideale të mia me atë protestë. Por protesta sot nuk ka dhe nuk mund të ketë një drejtim. Nuk ka dhe nuk mund të ketë, si themi, një pronë e asnjë individi apo një grup të caktuar personash. Protesta është e qytetarëve dhe unë mendoj se qytetarët do ja arrijnë qëllimit që të shkojnë deri në fund për të rrëzuar Edi Rama. Nuk rrezikon që ky formë kundërshtie, protestuari pa një drejtim konkret mund të ketë shpërbërje më pas? Se për shembull janë 4 ditë normale, mund të shkojë një javë, po mund të shkojë edhe një muaj. A do ketë një njëjtin ritëm? Unë mendoj që, shiko, në mendimin tim, nëse protesta merr një krye, atëherë shpërbëhet. Fillon të shpërbëhet. Nëse ne protestës i vëmë një krye, ose si thua, dhe qytetarët do kërkojnë të ndërtojnë një përfaqësi të kësaj proteste, atëherë mendoj se protesta mori fund. Pse? Sepse sot pushteti, qoftë pushteti që është në qeverisje, qoftë pushteti që është krijuar nga interesa ekonomike ose kështu me radhë, dhe i opozitës, është aq i fuqishëm sa është në gjendje të godasi çfarëdo lloj kryesie që i viret protestës. Prandaj protesta sot duhet qëndrojë qytetarëve në mënyrë që të mos jetë si themi e kapshme, pra mos jetë influencueshme, por nga ana tjetër ne shohim që sot qytetarët e kanë të qartë atë që duan. Kanë të qartë kush është synimi i tyre. E para, sot synimi i tyre është që investimi që bëhet qoftë në Zvërnec, po edhe qoftë në pika të tjera të Shqipërisë, të jetë një investim ku të përfitojnë qytetarët, ku shqiptarët përfitojnë. Dhe nga ana tjetër janë dhe mos të qartë për synimin e tyre që boll më me këtë klasë politike dhe mbi të gjitha boll më me këtë qeverisje prej 13 vjetësh që na ka marrë vetëm shpirtin. Këti populli i ka marrë vetëm shpirtin, është pasuruar për vetën e vet dhe populli nuk ka përfituar asgjë. Populli thjesht ka marrë atë çfarë ka arritur me punën e vet shumë të mundimshme dhe nga ana tjetër sot është thirrja më e bukur që u hodh dje në protestë ishte Shqipëri e re. E dini ç'do të thotë Shqipëri e re? Shqipëri e re nuk do të thotë ndryshojmë shqiptarët, nuk do të thotë që shqiptarët duhet ikin nga ky vend.
Jo, Shqipëria e re do të thotë që Shqipëria duhet marrë atë që meriton. Shqiptarët, populli shqiptar, njerëzit e thjeshtë kësaj toke, njerëzit që punojnë në këtë vend duhet marrin atë që meritojnë. Në Albani jemi në kushtet të ndërtimit dhe një Shqipërie të re? Jam me parafolsin për shumë gjëra, sidomos ndërhyrje brutale atyre rojët sigurisë të asajt kompanisë të sigurisë. E revoltoj vërtet, jo pjesën e Zvërnecit, pjesën e banorët Zvërnecit, po revoltoj shumë njerëz të Shqipëri. Dhe nëse është ky hapi që hodhën njerëzit për të dalë në bulevard, pa ndikimin e partive, kjo është për të lavdëruar, sepse po të shikosh që çdo gjë është revolt e asaj dhune atje, për mua është diçka e mirë. Por po të futesh çik më thellë, do shikosh ku janë fshirë këta 10-20 autobusa që erdhën nga Greqia. S'po i shohim këto ditë. Nga e kanë futur turirin e tyre. Një. E dyta, qeveria ndryri me njerë, duke hequr licencat e atyre 2 shoqërive poshtëruse, të cilët e tërhoqën zvarat njëri, duke pushuar nga puna dhe duke arrestuar ata që bën atë gjë, dhe duke ja dhënë hyri njëkohësisht drejtësia e re e cila mori në investigim të gjithë problemin e Zvërnecit, që nga parat, që nga tokat, që nga ata që kanë tokat e tjerë. Gjithë shka u kopsit. Atëhere, po bëj një pyetje të thjeshtë. Nëse gjithë shka, vajti vaj, ata që bën batërdin u dënuan, dhe gjithë shka u izolua, dhe spaku, dhe drejtësia e re, mori frenat në dorë, atëhere, çfarë është kjo zhurmë? Kush janë këta të infiltruar me komsi greke dhe të tjerë, të cilët unë rastësisht dje kalova në për ta dhe njofa shumë, se unë kam qenë në Forca Demokratika, njofa shumë demokrat të infiltruar në atë, ndoshta dhe socialistka, po unë si njof, po pa shumë fytyra të cilat unë i njof që ishin atë demonstrat. Do themi ne popull. Po, njerëzit mund dalin edhe mund të dalin. Si qytetar të thjeshtë. Për shembull, unë jam gazetar, dola në protest, pastaj do duket sikur për shembull unë jam paguar, për marrë një rast, Tani për çfarë po dalin protest? Zoti moderator, mund të them, për çfarë? Çdo gjë u izolua. Çdo gjë vajti atje ku duhet. Spaku nisi hetimet për atë që quhet vjedhje e shekullit. Domethënë, janë vjedhur toka, dakord, janë marrë me anë të forcës, dakord. Të gjitha do dalin nga investigimi i do bëj, nga hetimi i do bëhet. Për çfarë duhet akoma të dalin njerëzit? Që t'i japin gjyrim politik pastaj, do më thënë t'i thonë Edi Ramës zbrit me forci se do ipim ne, kur gjithçka është bërë konform 83 mandateve, në mos them 90 mandateve, të marra nga kjo parti, nga të dhëna nga populli shqiptar në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe më gjerë. Problemi këtu është një çik i koklavizur, përderisa në mes është faktori grek, faktori sërb, sidomos faktori grek i cili e ka zili investimin e madh, e di do thot 4-5 miliardë euro, ta bësh një GDP të madhe, ta bësh atë zonë. Edhe e pam projektin i cili kryeministri e dha, dhe pam një diçka të jashtëzakonshme, pam Karajibet aty. Atëre, çka ka këtu për të mos e bërë, për të mos e zhvilluar atë zonë? Për çfarë? Ne si popull e kemi inatin, për inata ati mos e bëj këtë, dikur kanë qenë proverbat. Por, a do zhvillohet kjo Shqipëri? A do shkojmë mbas standardeve europiane përderisa ne aspirojmë të bëhemi pjesë e Europës? Atëre, pse e pengon këtë? Kush e pengon këtë? Atëra, dalin faktorët politik, të cilët të infiltruar, dalin faktorët ndërkombëtar, siç është Greqia, Serbia, apo dhe të tjerë në Ballkan, të cilët me zilin për të mos e bërë këtë vend, për të mos e bërë zonë turistike Shqipërinë, por ta lënë ashtu hale siç ka qenë në kohën e Saliut me kompani, kur ne po shohim në këto 10-13 vjet të pushtetit të Edi Ramës, gjithçka është bërë një mrekulli. Po bëhen
Gradacela, po bën bypasse, po bëhet, po zhvillohet çdo qytet. Me këtë ekonomi, aq të cunguar dhe aq të vjedhur që ka qenë në këtë vend. Kush e ka vjedhur? Të gjitha aleatët e Partisë Demokratike, me Ilir Metën në krye, Agush Metën, me dirat e me nardokrat e me të gjithë. E keni parë, kanë kacafytur dhe kanë shpërbër të vend. Tani jemi në një moment tjetër. Se pashe tentoj disa herë të reagon. Më dëgjoj. Po jeni të lirë për mund ta bëni. Nuk kam mbaruar. Atëherë, nëse do themi, në njerëz palë kur sot është akuzuar për akuzat të reja Balluku, numri 2 Partia Socialiste, domethënë kjo është tallësh me dëgjuesit. Ne kemi kreun e presidencës në burg dhe s'ka dalë akoma i dënuar. Ne kemi të akuzuar për korrupsion masiv kryetarin tuaj të Partisë Demokratike dhe prapë. Po aty bë pjesë në ti. Unë u lëras nga mëngjesi deri në darkë kundër Rama në burg, Berisha në burg. Mirë, ato janë parullat, cilat... Jo, u lëras me dhe e treta që mund të them. Ore, ky popull, qa kërkon, kur ky është qeu me ndërtimet pa leje këtë vend, dhe mos t'i ishte Edi Rama, mos t'i ishte partia e ti, ky ndërtimet pa leje do këshin bërë kërdin në këtë vend. Janë marrë zona turistike, janë marrë zonat jashtëzakonshme, janë përveçuar me ndërtime pa leje. Ky vuri ligjin që as një tull, ka gjë më të madhe se kjo? Ja, i dashur, kjo ka jo qëndrim politik dhe ndryrimet ndërkombëtare, po super. Dhe unë i mëshoj kësaj gjë, që forcat e errta nuk do ta zhbejnë dot kurrë këtë kombi i cili do hyjë në Europë, me anë të kësaj partie dhe me anë të këtij lideri vizionar dhe largpamës. Po, Arxhan. Zotria foli për shumë gjëra dhe bëri si themi atë që në gjeologji i thon konglomerat. Shiko, zotria foli për autobusën në fillim dhe ishte blofi i parë, si thua, që autobusët erdhën nga Greqia sepse u bë me inteligjencë artificiale. Por edhe një herë unë dua ta mshoj fort këtë. Sot nuk protestohet vetëm për Zvërnecin. Sot protestohet për portin e Durrësit. Këta protestuesit, neve, mua, se jam protestues atje, jam akuzuar si agent grek apo agent serb, apo ku dëgjon çana ka akuzu për gjitha llojet e agenturave. Ama kur vjen puna, Edi Rama, ky kryeministri i jon i ndritur e gjitha me radhë, vajti prishi portin e Durrësit. E dini ju ku kanë filluar të hynë mallërat sot? Në Igumenic. Igumenica është në Greqi, Ermal. Dhe përfitimin e kalimit mallërave e përfiton Igumenica, pse se ne s'kemi më për. Është përkohësisht. Jo, nuk është përkohësisht. Dhe kënuve, të lutem, dhe neve sot na u tha që këtu, mbani mend para, nuk ishte para një viti ishte ky muhabet. Si jeni ju kundër 2 miliardë eurove investim se këtu do bëhet Dubai Shqipërisë? Jo vetëm Dubai, e dini çfarë po ndërtohet atje? Pallate që paguhen para se të ndërtohen dhe me lekët që blen njerëzit pallatet atje, shpit ndërtohet pallati. Pra stili ekonomik shkatrimtar që ka ndërtuar Tiranën dhe gjithë Shqipërinë në këto 30 vjet. Pra kanë lulëzuar këto kullat Gradacelat që nuk kanë asnjë fond, nuk kanë asnjë lek para prak, por ndërtohet kulla me lekët e njerëzve që blen për apartamentet. Dhe ky është investimi 1 miliard euro? Mos flasim pastaj për atë pikën e vogël të Butrindit, që është ndërtuar dhe ajo në zonë të mbrojtur. Dhe këto janë investimet, na tha do bëhet nami. E mbani mend çfarë thoshin për Palasën? Palasa do jetë qendra e turizmit elitar botëror, thonë. E dini çfarë është Palasa? Ju sekuestrua sot në Palas vila tjetrës. E morët vesh se ku është turizmi elitar. Tjetra tha zotria 4.8 miliard euro. Po mund të jenë edhe 20 miliard. E para punës, këto 4.5 miliard që ne nuk e kemi parë, që nuk e dim ku ekzistojnë këto 4.5 miliard euro, ore janë në 10 vjet. E dini që do të thotë, 10 vjet është investimi. Po ta bëjmë një përpjesëtim të thjesht, i bie 480 milion euro në vit. E dini ju sa janë të vërtetuara nga KLSH-ja, vjedhjet vjetore, pra shpërdorimi që i bëhet lekëve publike nga ky shtet në vit është 700 milion euro. Mjafton gjysmën të mos e vjedhin, ja ku e nxorëm investimin e Zvërnecit. Iku mbaroj muhabeti, e dyta më lër, juve thatë shumë për argumenta. Tjetra, ne nuk jemi kundër zhvillimit. Zhvillimi pa tjetër është i mirë sa ardhur. Po duhet ketë rregullat qarta. Zotria foli tha, ka një projekt. Ku është projekti? Ju e dini sot të nderuar dëgjues. Ore sot u hoq gardi. E dini ju pse u hoq gardi? Pse? Sepse nuk ka leje zhvillimore. Për të marrë një leje zhvillimore,
kush është në fushën e ndërtimit, e di që duhet kesh projekt zhvillimi, duhet kesh studim fizibiliteti, duhet kesh gjitha dhe në fund vjen leja zhvillimore. Është bërë rrethimi me pa leje ndërtimi, është bërë pa pasur një leje zhvillimore. Pra është ndërtim pa leje që zotria tha do ishte mbush me ndërtime pa leje. Dhe gardi është ndërtim pa leje. Sot e hoqën, e dini pse e hoqën? Sepse s'duan që të kenë provë prokuroria. Po të vej prokuroria atje dhe gjente gardin, gjente provën e ndërtimit pa leje. Sot e hoqën. Qa rëndësie ka një copë gardë? Jo, ka rëndësi zotri se folët për regula dhe për ligje. Neve këtë kërkojmë. Ore, kjo Shqipëri do zhvillohet në njëherë me regullat qarta, a do zhvillohet me barazim mundësish? Do të zhvilloni ju? Po e pam juve si që zhvillua 35 vjetë. Jo, unë kam 13 vjetë. S'kam 35 vjetë, 35 vjetë, Zotria ishte kandidati PD-s? Berishët... 2013. Okej. Unë u divorcova nga partijë në 2013. Që kur Berisha eliminoj... Parimet e mia dhe nuk i trahtoj për interesa. Që kur eliminoj edhe këta si që ishin Kokalari, Balliu, edhe e Ispitullagji Grida Dumës. Si do qoftë, problemi është tu. A keni qenë në njërë Dubai? Unë Dubai, jo. Kam qenë. Po, shumë një keni bërë. A i investitori që erdi për fat të mirë në këtë vënd, ka ardhur seriozisht dhe të shkujtoni ju se... Ku e keni ju këtë? Ku e thoni, mbi që bazë? Ju lutem, më janë kontrata të cilat nuk i shef. Do të asun asti. Unë e themi na i tha zogu ka thënë televizioni atje, duke i thënë... Po pikërisht kundër se ju thënë normal. Thirrja e më e bukur e dyta mbas. Ju kërkoni që projektet kalojnë dorën tuaj. Ramanburg, Berishamburg dhe bojkoto media. Bojkoto media. E di pse? Sepse media bën këto paçavure. Del Rama atje thot 4.5 miliard, 10 miliard, 20 miliard dhe njerëzit për fat keq besojnë, e tha Rama, e tha televizori, tha zotëri. Dakor, shiko, media për të asëruar, media për cilë atë që ka thuhet. Shumë dakord. Pra, si që jep apsirë ju t'jeni në studio, jep zotë Po, shumë dakord. Jep apsirë në kronika për ministrit, jep opozitës. Nuk po flasë për media. Nuk maj përgjësi si e kuptojnë qytetarët pëstaj. Dhe zotria ju referua televizorit se Rama e ka thënë ka dalë televizor. Nëse nuk është transparencë, media, e cila është dhe futet kudo, kush do jetë transparent, mund dhe ti? Zotri, dini kush i organizoi protestat? Mos e kalojmë debatin tek media, se nuk kam thirrur. Jo, do të janë të në media, dhe të vërtetat janë ato që thuhen. Për kush ka përgjigjëstruar asnjë? Tani, po sepse nuk përgjigjëstrojnë, do të ne po dalim, janë me 10 mijë qytetarë që po i përgjigjëstrojnë. Po qa 10 mijë, me 2.000 veta atje, sa të ju keni ishë në protest, në mbytët keni ishë në Dubai, ju keni ishë në protest? Isha dje. Dhe ishin 2.000 veta? As 2.000 ishë. As 2.000 veta? Do me thënë, kjo është tentativa për ta përçarë protest normal është pikërisht kjo. Duke minimizuar numrat dhe duke përpjekur për të futur element politik që aty nuk ka. Në atë protest nuk ka element politik të ekzistencës politikës. Populli i zgjuar tani nuk u zgjua sot. Dhe tjetra më interesante është kur identifikohet ajo për atë vetëm me Zvërnecin. Jo, nuk janë njerëzit atje vetëm për Zvërnecin. Unë jam 17 vjet pedagog. Unë dal sepse kam vënë re në universitetin tim politeknik, ka plagjatur, ne kemi denoncuar dekanin për plagjatur, unë dal dhe e them për ta thënë me zë të lartë. Por pse s'dili për rjollin ju? Për rjollin ishin. Por pse nuk shkot atje te rrethimi i rjollit? S'pash njeriu nga jo. Dhe në rjoll kush ka qenë? Kam qenë dhe në rjoll. Më shumë se sa 100 veta nuk kam parë në rjollun. Kuja është kjo që vajti në Zvërnec, që vajti bën miting në Vlorë, kjo turm që vajti dhe po bëjnë për ditë. Qytetari i jepën autobusit siç i jepi ai Greku dhe të erdhi ty këtu. Të erdhi Greku me autobus ty këtu? Po, janë fakt. Prandaj ju i keni e mbani mend ishte në një televizive tjetër të tha një person tjetër, s'dua t'ja përmendoj mirë se nuk është prezant. Ore tha, këtë foton që është bërë tha kam bërë unë se e bëra video. E pas keni bërë ju video atë foton e Nuk është video, e dhanë të gjitha lajmet dhe mediat. Por është e ajtë, zotri. Ajo targa ati autobusit, ishte një fugoni në frigoriferi. Ndikimi grek dhe ndikimi serb këtu janë në maksimum sepse nuk e duan Shqipërinë të zhvillohet dhe i dashur. Në Albani, kam vetëm një pyetje, të lutem. Pyetja ime është kjo, ju keni qenë në protest, por edhe nëse keni ndjekur nga ekrani çrënd si ka. Atje ka patur prezencë të konsiderueshme qytetarësh, kanë qenë me mira, për hir të së vërtetës. Ata janë popull shqiptar, janë rini shqiptare që flasin shqip, apo janë qytetarë të dërguar nga Greqia, nga Serbia dhe të tjera? Impulsin e jep
kush do forcë e cila përdor çdo lloj mjeti për t'i ngritur ata njerëz. Por logjika e këtyre njerëzve apo shkon këtu, çdo gjë u sankcionua. U bllokua punimi, u hap hetimi, u dënua personi bashkë me firmën security. Atëherë, po i shkohet prapa follow the money, thot populli, ndiqni parat, po i shkohet parave që kush e ka blerë këtë. Paku ka një vit e gjysmë që e ka marrë në hetim, nuk e ka marrë për që problemi është çfarë duan këta njerëz? Atëherë të duan që të degenerojë akoma, që çfarë? Qeveria Rama t'japi dorëheqjen të bëjnë zgjedhjet parakoshme. Se doni ju. Populli duhet flasi. Se doni ju. Populli ka folur 19 mandate. Jo, zotrin, dhe po të bëheshin zgjedhjet sot, do merrte 110 mandate. Këtë ta shohim. Sot të bëheshin. Jeni gati. Urdhro byrim të vi data e zgjedhjeve. Hidheni qeverin. Jepni dorëheqjen. Bëni zgjedhjet e parakoshme nuk bëjmë dot ne siç bën Kosova, e cila me të drejtë e bën zgjedhjen e parakoshme sepse banditët politik që rrethojnë Albin Kurtin nuk bien dakord asnjëherë, po bien dakord për ta bërë. Aty ta bëjnë zgjedhjen e parakoshme se na sepse ja detyron kushtetuta atyre. Nëse ne s'kemi asgjë që të kapësoj, pse dëshira disa njerëzve është që ne të bëjmë në çdo vakt që po pra në çdo vakt që t'ju shkrepet ju për të bërë zgjedhje parakoshme, për gjithë populli zbret. Edi Rama është ai që me kokë forcinë e tij, me 83 mandate atëherë me 90, me 140, do në 140. Edhe 140 do i marrë. Bukur. Dhe shpallni diktaturën. Partitë të tjera nuk do kenë. Që jemi në diktaturë burr. Populli voton. Me armë diktatoriale. Populli voton. Mbaroj filmi. Populli voton. Populli voton. 140 mund të jenë mes. Pse jo? Po pina, hajde pra provojmë. Ju thoni 140. Por pse dalet vi 4 vjeçi. Dalet se një vit ka kaluar nga zgjedhjet. Çu që jo? Pse anarshi do bëjnë? Jo, nuk është anarshi. Çe do ti bëjmë zgjedhje parakoshme dhe Berisha bashkë? Zgjedhjet. Dhe të tjerë. Jo, e bukur e di kush është. Që dhe ju dhe Berisha doni zgjedhje. Kjo është fantastike. Dhe një nga figat më kryesorë të kësaj proteste kush është? Që më në fund sot Rama dhe Berisha janë në bashkëqeverisje, janë publikisht bashkë. Do ma japë përse e sulmon edhe zoti Berisha protestën, ja po ta them unë pse së bashku pas hapësirës së shkurtër publicitare. Protesta do të mbahet gjatë ditës së sotme, vetëm pak minuta më pas, rreth orës 18 e njoftuar për të nisur në sheshin Skënderbej, ndoshta një tjetër marshim drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, atje tek godina e kryeministrisë për të vijuar me të tjera mesazhe përcjell ndaj tij, ku më kryesori është për dorëheqjen e kryeministrit, por padyshim duke kërkuar kështu transparencë për një pjesë të mirë të projekteve të rëndësishme, njëjtë sikurse ishte edhe ajo e Zvërnecit. Dyhet jam në studio me dy panelistët e pjesës së parë, ndërsa përkthejmë edhe një herë diskutimin. Albani, e lam tek çështja e faktit që Berisha nuk ka mbrojtur asnjëherë protestën, por përkundrazi i ka sharë dhe në këtë sharje nëse. E njihti Berishën. Ka thënë që edhe të rinjt, partitë e vogla janë ato që po i bëjnë opozitës. Por Berish nuk thema, e njihti Saliun jo. Të gjitha i bën. E thot sot, e bështu nesër, e lëpim pas nesër. Diçka që e thot me seriozitet nuk do të marrë kur seriozisht e njeri. Gënjeshtar ordiner. Gënjeshtar ordiner. Mashtrus ordiner. Dhe e di pse i bën të gjitha këto? I bën vetëm për të reatuar pozicionin e tij, sepse drejtësia po i vjen vërdall, a ti dhe familjes ti non grata, e kam thënë dhe njerë në emisionin tënd, në diktatorët më të mëdhenj të botës nuk ka familjarisht non grata një funksionar, siç ka qenë ky. Dhe të vim tek pse po i ledhaton Saliu turma tani. Natyrisht, basi e konsolidoj, e cimentoj koracën e ti që të mos e preki me njeri me zgjedhjen harbute që i bëri tani vetes vet, atëherë natyrisht do hedhë një shashk edhe për Edi Ramën që shiko se unë dola në krate, tash mos më cëno mua, sepse unë mbrohen tash jam në rregull, jam kryetar i opozitës. Kur dihet me statistika dhe akoma më tepër po shkon që Arlind Qori, i cili për mua është një i jashtëzakonshëm, ka marrë vendin e dytë, po merr vendin e dytë në radhitën e partive në elektorat, në election. Pse? Sepse hesht. Ndërsa ky e ka spostuar vendin e dytë që u ka lënë partive të vogla, që jo të hyj tjetër njeri, Arlindi është i pari. Dhe unë jam, nuk e di në çfarë pozicioni është zotëria, por jam i bindur që ai del edhe te Pallati i Kulturës,
me një tavolinë të madhe dhe thot, njerëz, hajde një thoni mendimin tuaj. Dhe të gjithë thonë firmosin e të bëjnë. Ky është opozitar për mua. Asnjë tjetër, lej ata lapajt e ata stërlapajt, ata janë. Njeri paguhet nga Meta, tjetri paguhet nga Mediu, tjetri nga Saliu. Mos i flasim me emra se nuk i kemi në program, po Natyrisht, se në tërësi fenomen. Jo, unë jam i stresuar nga politika e qelbër 35 vjeçarit kanë ndjekur liderët tanë, të cilët e kanë groposur këtë vend në një farfeje të cilën njerëzit e dëshpëruar, të cilët kanë pronë atje Zvërnec apo në Rjoll apo kudo, nuk arrin t'i marrin dot, ose nuk arrin t'i japin denjësisht këto prona për të zhvilluar tamam me një pronar që ja vlen. Do ketë pronar maskarej, mafioz, vrasës e të tjerë, të cilët me të drejta si spagu hyri dhe e morin në hetim për të thënë që ore, dale ku janë këto prona? Kush është këtë pronë? Janë 200 milion euro që cilat dy vëllezërit arab i hedhin për të zhvilluar Zvërnecin. Dhe për atë të vërtetës ajo zonë do dali perlë. Pranave grekët janë ngritur në gamë, sepse po përfundon turizmi elitar në Greqi. Unë kam shkuar një 2 herë, jam llahtarizur me kushtet mizerable të hotelet me 5 yje. Ja hedh Turqia nga të 4 anë. Dhe këtë ata e kanë të merë. Jo vetëm ata, po maqedonësit, malazest, serbët, të gjithë janë unison me grekët për ta mos e bërë atë vepër të jashtëzakonshme që ne e pam shumë mirë sepse u ekspozua para ca ditëve dhe e pam se çfarë do bëhet atje. Atëherë, uroj që kjo punë kështu siç u bë, u vë pikat mi, të kalojnë në investimin serios të këtyre dy vëllezërve të Arabisë nga Kuvajti, nga janë. Katari. Atëherë një mrekulli. Nëse procedura do jetë sakte dhe po patjetër do jetë, po kush shërbim qytetarëve. Tani duke u futur zoti moderator në Europë, si mund të bësh procedura të pasakta? Unë uroj që gjithçka të dalin dritë sa më shpejt dhe hetimet të nxjerrin atë që investimi të fillojë, sepse duke u zhvilluar zonat dhe duke mos u lënë ashtu të shkreta ose duke mos u lënë në dorë të njerëzve të cilët bëjnë një shtëpi këtu, një shtëpi atje dhe ky do jetë turizmi tek ne. Do të jetë turizëm. Ka ikur koha edhe këtij turizmit me trasta. Ka ardhur koha e turizmit litar. Që turistit vit paguaj dhe mirëqenia e këtij populli të rritet. Dhe unë mendoj që çështja e Zvërnecës është thjesht xhelozie e shumë njerëzve dhe ndërhyrje e pabesë e fqinjve tanë. Por të referuar edhe mundësisë të kundërshtimit të bërë si nga ana e kryeministrit, por edhe liderit të Partisë Demokratike zotit Berisha, që me sa duket edhe protesta është kundër kësaj fryme, duke kërkuar edhe largimin e të dyve. Si e lexoni së pari dhe së dyti keni mundur të shihni të evidentoni ndonjë personazh politik në protest dhe çfarë ka ndodhur nëse? Shikoj, për sa i përket njëherë figurës së Berishës, unë mendoj që Berisha tashmë nuk është gjë tjetër veç se paterica e Edi Ramës. Dhe mendoj që si Berisha dhe Rama janë kapur gafil nga populli. Janë kapur gafil nga rinia e këtij vendi që të gjithë kujtonin se ishte një rini apatike, se ishte një rini e cila kishte ikur në emigrim, por që për fat të mirë nuk është kështu. Dhe nga ana tjetër, sot ata më në fund dolën hapur që janë në simbioz me njëri tjetrin, dolën hapur që nuk u intereson humbja e asnjë centimetri pushtet, qoftë të pozitës së njërit dhe të opozitës së tjetrit, dhe nga ana tjetër, si thua, është e kot të gjitha argumentimet që jep qoftë Edi Rama, qoftë Berisha. Edi Rama doli në fillim, qoftë se ju e mbani mend, kush është strategjia e Ramës, dhe këtë strategji ai e ka provuar dhe e ka testuar në të gjitha protestat që kanë pas gjatë qeverisjes së tij, që me armët kimike, që me protestën e studentëve, nëse ju e mbani mend, me protestën e studentëve doli në fillim, tha, këta që janë këtu, tha, janë ca katranjos, e mbani mend? Janë këta, tha, që kanë katra, tha, kanë hallin që të marrin në provim në gjitha dhe bëjmë protestë. Mbas disa ditësh doli dhe tha, hajde flasim, mbani mend? Hajde flasim, tha, sa aman, nëse e mbani mend ato skenat e famshme para studentëve të forumeve rinore të PS-s. Dhe thoshte, hajde se ne do flasim, unë jam drogaxhi, thoshte, unë ku jam hajdut, mbani mend ato skena, dhe në fund shkarkoi gjysmën e qeverisë. Problemi kush është? Që sot ky popull, kjo rini nuk gënjehet më me shkarkimin e njërit, me heqjen e gardit, me makiazhin e një situate të caktuar, por kjo
kjo rini sot do të dorëheqjen e të gjithë klasës politike të vjetër, do ndryshimin e sistemit zhvillimor të Shqipërisë. Shqipëria nuk mund të zhvillohet më duke pasur një grup njerëzish që pasurohen, duke pasur një grup njerëzish që shfrytëzojnë shtetin, duke vjedhur tokat, duke vjedhur pronarët, duke vjedhur pasuritë tona kombëtare, siç janë nafta, siç janë mineralet, siç janë uji, gjitha me radhë, dhe kjo gjë i ka ardhur fundi. Kësaj gjëje i ka ardhur fundi. Sot Edi Rama nuk ka më asnjë justifikim për ndërtimin e këtij rezorti. Neve ç'a themi? Ç'a thot populli në shesh? Nuk jemi kundër zhvillimit. Ore, bëhe zhvillohen me transparencë, zhvillohe e pare punës, zhvillohe në zona ku ti nuk dëmton, ku ti mund të fitosh më shumë nga sa investon. Ti vetë e shkatron zonën e vetme të mbrojtur, jo vetëm të mbrojtur, se ligjin e ka ndryshuar këta në 2024, e hoqën nga zonë e mbrojtur e tani e quajnë peizazh të mbrojtur, që edhe në peizazh të mbrojtur, dua të them vetëm diçka këtu që ta sqarojmë. Çfarë përkufizon peizazhi i mbrojtur? Peizazhi i mbrojtur është që ti nuk mund ta prekësh peizazhin në asnjë lloj forme. Pra, nëse atje ka një dunë, ajo duna duhet të qëndrojë siç është. Nëse ka 10 pemë, ato 10 pemë duhet të rrinë siç janë. Çfarë ka ndodhur më? Ne kemi parë dunat e breshkave në Zvërnec, janë gryer me eskavator dhe është hedhur çakull sipër. Pra dhe peizazhi mbrojtur nuk ekziston më. Ne themi zona të cilat janë pasuritë tona kombëtare. Zvërneci, vërtet më nuk vjen njerëzit në plazh në Zvërnec, mbase nuk ashtu. Por është pasuri kombëtare, është e vetmja pjesë natyrore që ka ngel siç ka qenë para 5000 vitesh. Dhe këtë do të shkatrojmë. Kemi Vjosën, kemi luginën e Vjosës, kemi Alpet, kemi Jo, nuk është njësoj, më vjen keq. Nuk është njësoj, pra. Tashti, mos t'i futemi atyre gjërave, se unë nuk jam ambientalist dhe përsëris, ne nuk do të bëjmë asnjë lloj investimi në bregun e Vlorës. Jo, të bëjmë, po, ke bregun e Vlorës. Ku do të bëjmë? Vajte bëre në Dhërmi, bëre në Palas. Pse e bëre në këtë formë? Pse se bëre siç duhej në Palas? Ore, çau u bë, sepse ato nuk janë projektet. 13 vjet shkatërrim. Nuk janë projektet e 13 vjetëve ato. Shaka 13 vjet, ne bëm 35 vjet, bëm shaka. Po hajde se do bëjmë tani. 35 vjet dhe ka ngelur. Nuk ka më. Kush ka ngelur na korrigjoj tashti? 35 vjet u vodhi PS-ja, PD-ja, Rama, Berisha, gjithë me radhë dhe tani thon hajde se tani u bëm njerëz. Tashi hajde se duan të vjedhin këta të rinj, Jo, nuk vjedh më i Iriu. Nuk vjedh më i Iriu. Sepse Iriu nuk jam as unë as juve as Ermali. Iriu është ai që është atje në shesh. Është ai që është në shesh që lufton për vendin e tij. Ai është Iriu, nuk jemi ne të rinj. Gjithë kanë dalë në shesh kur ka ardhur puna. Për të bërë atë që duhet. Po tashti unë të them që isha dje, ti më thua më jo. Unë po them. Shikoj, Ermal, nuk e di, zotria, keni që në herë në Itali, unë kam mbaruar shkolla. Në Itali si kam rënë që nga Franca dhe në Madalena në Sardenj? Ku do kam qenë? Keni qenë Golfo de la Madalena? Në Sicili kam qenë 8 herë. Golfo de la Madalena është nga zonat e mbrojtura të Sardenjës, veriut Sardenjës, dhe është një vend që ku shkohet hyjet edhe njerëzit hyn me radhë, me bilet, se nuk lejohet që vetë ekosistemi aty të ngarkohet me i prezencë shumë të madhe njerëzive. Jo ndërtime që nuk flitet. Por atje edhe njerëzit duhet jenë me radhë, sepse nuk mund të ketë më shumë se 500 veta për shkakun në ditë. Dhe ç'a ndodh? Është njësoj sikur të vënë tani italianët, të ndërtojnë një resort në Golfo de la Madalena, e dini ç'a ndodh në Itali? Po jap opinione se ç'a ndodh. Unë kam qenë në të gjithë Italinë dhe shumë se Italia rritet nga 2 anët me det. Dhe në të gjithë territorin italian ka vende miliore të cilat janë për turizëm. Janë turizëm të gjitha elitare. Dhe ne kemi plot. Po kusht se nuk zhvillon vendet. Durrësi është katastrofë. Ore ke Divjakën. Saranda është mos të shkosh të ma falin shtëpi Sarandë nuk e marr. Divjaka po është zonë e mbrojtur. Se nuk marr vesh domun, të falin kush. Për mua Divjaka është zonë e mbrojtur. Pse? Sepse është një natyrë e jashtëzakonshme. Në lumin e Semanit, në rivjerën e Gërgderit. Kemi plot për atë fund. Po pse duhet mbrojtur? Po pse jemi qepur pikërisht këtë radhë, me që u tërrojë zvari njeri, jemi qepur aty. Sepse populli shqiptar u dojsh me Durrësin, vajtët prishët portin më 2500 vjeçar port,
Kjo qeveri vajtje prishi, se do bëj Dubai i botës. Dubai do bëhet, dhe sot mallrat ton hynë i gumenicë, more. Ju që akuzoni për grek, i keni dhënë grekut atë që ishte leku. O mire, kjo është e përshkoshme sa bëhet porti, sa po bëhet porti. Okej. Po atë pikën e vogël në Butrind atje, që do bëni gjërat mrekullueshme, apo vila dhe ato për se na duhen ca kështu. Po tash ku është e nevojshme dhe do investohet. Unë jam kundër investimit të një familje, e cila është e vogël dhe bën shumë një shtëpi 3-4. Kush turist do vi atje? Kështu është ndarë e gjithë i Mara Vlora me parcela. Atëre po ti bie, po të dalim atje gjithë, se cilin parcelën ti do bëj një mini hotel, ku do shkojmë? Ja ta them Ku do shkojmë? Mere atë pronarin e tokës real, vëri bashkë i thuaj, ose do bëhesh aksioneri i investimit, ose sa të është me Po këtë pra ka bërë dhe atje. Po jo more se ja kanë vjedh tokën, qa po thoni? Po kanë vjedh atyre ta mbaj shteti tokën. Ta mbaj tokën shtet. Dhe tokë shtet është pasuri jona e përbashkët. Po toka tjetër. Nuk tjetërsohet. Toka tjetër ku jesh. Bregdeti nuk tjetërsohet. E kanë vjedhur thoni ju. E kanë vjedhur. Po more. Të dali para drejtësisë ai që e ka vjedhur. Ndërkohë ju e vodhët i bët letra që të vjedhni dhe tani thoni ide të dali para drejtësisë. Shumë gjëra kanë kaluar në rrogos në këtë shtet shqiptar. Atëre, janë qelbur hipotekat, janë qelbur gjithë. Po kush i qelbi? Kush i qelbi? Saliu i pari. 13 vjet jeni ju. Saliu i pari dhe 13 vjet ju. Dhe i qelbi alieni greku që erdhi këtu apo serbi apo njëri tjetër. Po ne shqiptarët. Më duket se serbe dhe grek është dikush tjetër ai që ka komanduar. Edhe juve nuk e përjashtoni dot veten. 35 vjet jeni komanduar nga greku dhe nga serbi. Që akuzoni sot. Se keni prish hipotekat, keni shkatruar të ardhmen e këtij vendi. Kjo është, këtë po them, të dy. Kurse neve që duam ta aprishim këtë gjë, që të bëhen hipotekat siç është. Për 3-4 ditë do më ngrihesh ti mua dhe u bësh kak zvërneci për të rritur ti tani, për të kërkuar zgjedhje parakoshme. Po pse? Është absurde. 13 vjet, 35 vjet, nuk u vodhëm neve? Ora, kjo është absurde që të gjesh një shkak ti për të bërë... Po që të rrim neve, po kjo quhet diktaturë. Si të rrim? Kjo quhet diktaturë. Protesto! Olion, e fundit se jam në limite, në lidhje me protestën, nuk do të ketë asnjë lloj daljeje të një individi drejtuese në një formë Unë nuk besoj se do ketë dalje individi, sepse nëse del një individ apo një grup i caktuar njerëzish, unë mendoj që protesta do shpërbëhet, do përçahet, do futen, si themi dhe ato që janë parti politika, apo ku digjon. Duat bëde një sqarim, shpesh akuzohen njerëzit, shpesh akuzohen si themi partit caktuara të vogla politike ose të reja, të cilat po marrin protestën. Nuk është e vërtet. Çdo parti politike, Lëvizja Bashkë, të tjerat kush janë me radhë, janë atje thjesht në mbështetje të protestës. Jemi si individ që mbështesim një protestë caktuar. Dhe pik, asgjë më shumë. Nuk duam ne të marrim drejtimin, nuk luftojmë neve për pushtetin. Ne luftojmë që Shqipëria të ecë në rrugën e dur. Ne duam që Shqipëria të bëhet. Protesta e radhës është sot në orën 18, pak minuta më pas, na bani nëse ke diçka të fundit për të thënë, se kam kaluar. Ora, duan këta. Bëjmë protestë ose nuk bëjmë. Gjithçka kalon nëpërmjet votës, jo nëpërmjet revoltave të dhunës, siç e psoi Partia Demokratike, s'po i nxjerr me ata molotovarë. Kështu që të ndoshta Rai. Po se Rai u zgjodh Saliu kryetar. Po krijuar një tjetër tani, problemi kryetarët në shesh. Ky që është krijuar, ky pretendent, unë mendoj se më mirë të dalin sa partit vogla dhe ta udhëheqin atë turm, se sa të dali Berisha me kompani. Faleminderit për prezencën, faleminderit gjithashtu.